Ky është gabimi që shumica e bëjnë. Mësimi i programimit pa sistem është si me mundu me ndërtu një shtëpi pa themele. Thjesht nuk shkon. Me një sistem të qartë, çdo hap ka kuptim. E di çfarë mësove dje, çfarë po bën sot dhe çfarë do të arrish nesër. Kjo është mënyra se si të ndërtosh një bazë të fortë për karrierën. Por sistemi nuk mjafton pa komuniteti. Komuniteti është forca që të mban gjallë kur motivi vije. Tek Makerminds, komuniteti është gjithmonë në majtë të gishtrënjve. Në telefon, në laptop, në grupet tona në Slack, çdo herë që ke pyetje, ke një grup njerëzish që janë aty për ty. Dhe kjo bën diferencën. Pastaj janë projektet reale. Jo ushtrime boshe, por projekte që funksionojnë, që mund t'i përdorësh, që i shah të gjalla. Dhe këto projekte janë ato që t'i japin eksperiencë të vërtetë. Kur të gjitha këto bashkohen, ti krijon portofolien tënde. Kjo portofolio që flet shumë, më shumë se sa një CV. Një portofolio që e sheh, e ndjen dhe e demonstron aftësinë tënde. Këto katër shtylla, sistemi, komuniteti, projektet reale dhe portofolio i gjen të gjitha tek Makerminds. Dhe ky është vendi ku një fillestar shndrohet në programues profesionist. Atëherë, shkoni në webpaqen tonë makerminds.org dhe aplikoni për konsult falas.